Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj. Ja ku po ritakohemi sonte sërish së bashku me një histori që në fakt mua më ka tronditur, por do t'ju trondis edhe juve. Kot nuk thonë që nata nuk ka shpjegim. Edhe realisht rrëfimi që do të ndaj sonte me ju flet pikërisht për këtë gjë. Zëri që nuk duhet ta dëgjoja, kështu ma ka shkruar rrëfimin. Nuk kam fjetur prej 3 netësh. Jo sepse kam frikë nga errësira, por sepse errësira mua më flet. Gjithçka filloi natën kur ne varosëm nënën time. Ishte një varim i heshtur, pa lot, pa zëra, pa ngushëllime të vërteta. Vetëm një arkivol i mbyllur dhe disa njerëz që shikonin orën sikur po prisnin që të mbaronte një film i mërzitshëm. Por unë e dija, ajo nuk kishte vdekur si të gjithë të tjerët. Nëna ime më kishte paralajmëruar. Mos u kthe në atë shtëpi. Më tha një javë para se ajo të vdiste. Shtëpia jonë mban gjak dhe gjaku nuk haron. Qesha atëherë mendova se ishte e sëmur, e lodhur, e hutuar nga ilaçet. Sot do t'jepja gjithçka të mos të kisha qeshur. Unë e quaj këtë pjesë kthimi në shtëpinë e mallkuar. U ktheva vetëm. Shtëpia ishte bosh. Pluhur, errësirë edhe ajër i rënd. Si fryma e dikujt që fshihet pas teje. Hapa derën e dhomës së nënës. Gjithçka ishte ashtu siç ajo e kishte lënë. Por mbi shtrat kishte një kaset e vjetër magnetofoni. Pa emër, pa shënim, vetëm pluhur edhe gërvishtje. E futa në aparat, ishte gabimi më i madh i jetës time. Në fillim dëgjova frymëmarrje, pastaj zërin e nënës time duke qarë. Po e lë këtë zë, nëse dikush e gjen, do të thotë se unë jam zhdukur. Zemra më rau fort. Më pas e vazhdonte. Buri im nuk është ai që mendoni. Ai nuk është baba. Ai është diçka tjetër. Dhe kaseta u ndërpre për disa sekonda. Pastaj një zë tjetër, një zë mashkulli, mbylle gojen apo ta mbyllun. Mu ngrin duart, sepse ai zë ishte imi. Kaseta vazhdoi. Nëna ime tregonte se si ishte mbajtur e mbyllur për vite, si ishte detyruar të heshte, si fëmijët e saj ishin përdorur. Fëmia im i madh, thoshte ajo, nuk është më njeri. Ai u kthye kundër meje. Ai mban brenda diçka të errët. Nuk e durova dot më, e ndala kasetën. Po dridhesha, djerse ftohtë, frymë e prerë. U ktheva nga pasqyrja dhe atëherë pash. Reflektimi im nuk lëvizte si unë. Unë ngrita dorën
a i buzëqeshje. Një buzëqeshje që në fakt nuk ishte njerëzore. Në atë moment më kujtuan gjëra që truri im i kishte varosur. Brit ma natën, gjak në lavaman. Nëna ime duke më lutur, mos më bëj keq, je djali im. Dhe unë duke mbyllur derën. Zëri u kthye në kokën time. Mos e dëgjo atë, ajo të gënjen. E kuptova të vërtetën që askush nuk do ta pranonte. Nuk jam vetëm në trupin tim dhe kur nuk kam qenë. Nëna ime nuk vdiq nga sëmundja. Ajo u zhduk, sepse e vërteta po dilte në dritë. Mesazhi im për të gjithë njerëzit është ky. Nëse po e shikoni këtë videon, do të thotë se unë nuk ja dola ta ndal. Sepse kur e mbylla kasetën time, zëri më tha, tani e di, dhe ata që e din nuk jetojnë gjatë. Dëgjoj mirë këtë. Nëse ndonjëherë ndihesh sikur nuk je plotësisht vetja, nëse pasqyra të duket e huaj, nëse zëri yt mendon pa ti, mos u përpiq ta kuptosh, sepse disa të vërteta nuk duhet dëgjuar kurrë. Në fakt kjo është një histori që nga rrëfimi që mua në fakt më ka ardhur anonim, unë kuptoj që njeriu ka përjetuar ndonjë magji brenda shpirtit të tij. Unë uroj me zemër që kjo të jetë e vërtet. Kam dëgjuar gjëra të këtilla, do me thënë, në përditshmëri dhe le të marrin njerëzit mësim prej rasteve të këtilla, le të jemi të kujdesshëm, magjia është e pranueshme në për të gjitha librat fetar. Do me thënë, e shpjegojnë magjinë, e tregojnë, ka njerëz të cilët e kanë përjetuar dhe i dinë ndjesit, por unë doja të ndaj këtë histori me ju dhe dua të marr mendimin tuaj. Si e logjikoni ju këtë gjë? Dhe kjo nën, a ka vdekur me të vërtet, apo janë thjesht mendimet që ky djali ka krijuar në kokë dhe në fakt nëna e tij jeton diku larg? Është një histori pak e tmerrshme, në fakt edhe unë tani që po e tregoj jam bërë komplet mishin me kokra, por uroj të marr mendimin tuaj për këtë histori që në fakt po të tmerron në thelb dhe po të krijon një mendim shumë të frikshëm.